Për të rikthyer në fillimet e tua në vitin 1979 mos gaboj tek filmi i parë në shtëpinë tonë me regjisorin e madh Dimitër Anagnosti. Po. Kujtimi të cilit qofti pa harruar, pa diskutim, regjisor i madh Joni. Dhe ishe shumë i ri atëherë. Isha student. Ishe student praktikisht. Isha student. Dhe duhet të ngjiteshe në nivelin e punës së një të regjisorit më të madh. Po. Në integrimin e rolit dhe interpretimin e rolit. Unë isha student, student i varfër, si shumica e shokëve të mi, i veshur keq, kuptohet. Dhe Anagnosti erdhi te shkolla jonë, unë isha sa kisha filluar më duket vitin e 3. Te Instituti i Lartë i Arteve. Te Instituti i Lartë i Arteve. Akademi i Arteve. Edhe i kishin dhënë një emër për mua që shikohet se e kemi student talentuar. Edhe erdhi më takoi Anagnosti, më tha mua, ju jeni filani? Po, i thashun. Edhe më pa nga kokat e këmbët. Qa ndjeve në ato momente, në ato vështrim? Po, një kuriozitet nga ana e tij, domethënë. Edhe unë atëherë isha i pangërën. Po. I pangërën. Më tha, mua kam një film ta kështu tha, me një volejbolist. Unë për fat kisha luajtur volejboll me të rinjtë e Flamurtarit. Kam qenë sportist unë, volejbolist. Dhe tha, ka mundësi ta të bësh një kinoprovë. Ishe me kinoprovë, se unë e pari do idhja këmën në kinema. Po, i thashun. Më dha skenarin, edhe caktoi ditën për të bërë kinoprovën. Kinoprovën, po. Vajta bëra kinoprovën. Ku bëheshin kinoprovën? Në kinostudio. Në kinostudio. Jo tek Instituti i Arteve. Jo, në kinostudio, me kamera, me gjitha. Edhe e bëra me 2 aktore. Mos ja përmend emrat. Edhe bëra kinoprovën dhe ika. Kur më thrasin mua që ke fituar rolin, ta jo shumë i kujdesshëm. Shumë i kujdesshëm dhe më tha mua, dëgjoj tha, unë ta besova aty rolin, tha, por tani dhe tutje, tha, ki kujdes, tha, ne të dy bashkë, tha, hymë në marrëdhënie pune, tha. Do me thëtë, për të mequr mua në një gjë që mund të isha i pakujdesshëm, i padisiplinuar, këto gjëra. Mund të filloj xhirimin, mund të rrijesha, mund të lija. Gjërat ne kemi hyrë në marrëdhënie pune, tha, bashkë, tha, dhe unë kam besim, tha, se ti do të bësh rolin mirë. Faleminderit, faleminderit. Do përpiqemi, thashun, të jem korrekt, i thashun. Dhe çdo ditë. Dhe një herë që e shkela më pastaj, që i vajta me vonesën. Po, pse? Cila ishte arsyeja pas vonesës? Po ja. Po ishte xhirimet në orë 5 mëngjesit. Ne ishim student, ku gdhieshim në ngryseshim, bërë me ato shoqërirat me ta që kishim neve. Edhe i vajta unë 5:30, 6 pa qerek. Xhirime në 5 mëngjesit, duhet ishte sken mëngjesi kam përshtypur. Po se ishte agim. Do merrte pjesën kur agon diell. Edhe shkova me vonesën. Edhe unë vajta direkt tek ku ishin kostumet. Nuk e takove këtë. Jo, bëra 800 unë, bëra pap. Ai ma bëri me gishme, hajde këto. Mirëmëngjesi tash. Me kokën poshtë, besoj. I tërpëruar. Vetëm kaq bëri. Nëzori orën. Më tregoj orën. Shive sa. Fali, thashun. Më zuri gjumi, thashun. Qati thoshin? Më zuri gjumi, thashun. Mos e përsërit më dha. Kaq. Do me thënë, dhe prej kësaj dite, sigurisht, kemi edhe kështu blofe kështu, po në përgjithësi jam përpjekur të jem shumë korrekt në përsa i përket orarave të punës, e disiplinës së punës, sepse profesioni jon i teatrit dhe i kinemas, disiplinën e ka njësh. Në qoftë se ti nuk je disiplinuar, mos u merr me këtë punë, sepse skena, perdja e teatrit hapet në orën 6. Jo, po unë vi në orën 6:30. 6:30. Çfarë do bësh ti?
nuk ka, do me thënë ndonjë disiplinë të jashtëzakonshme. Disiplina e aktorit në fakt është një gjë e vënë në duke, më duket edhe nga Napoleon Bonaparte, mos gaboj, me një shprehje se s'dua të citoj gabim tash, po më jepni një trup aktorësh në vend po themi të ushtrisë, po themi. Për nga disiplina që nuk diskutohet sepse publiku nuk të pret nëse s'dale 1 minutë, prisni ju vjen çik gjysmore se s'na ka ardhur aktori. Ka nga këto gjëra në teatr. Ama ju keni punuar në 2 sisteme. Po. Dhe sot e kësaj dite vazhdoni të jeni aktiv, sidomos me të rinj, kam përshtypjen keni shumë bashkëpunime këto kohët e fundit. E kanë këtë disiplinën që keni pasur ju dikur? Ata përpiqen, por ka shumë boshllëqe, shumë boshllëqe. E para njerë karakterin e çdo njeriu e përcakton korrektesa në marrëdhënie me kolegët dhe me punën. Nëse ti nuk je korrekte me punën dhe me kolegët, do të thënë çedon shumë si karakter njerëzor. Pastaj kalojmë në anën profesionale, se sa i zot je dhe si e bën dhe si do ta bësh. Këto janë çështje shumë ashtu, por unë jam përpjekur tani, jo ti ndihmoj se mund të quhet që i ndihmoga ky, po unë jam përpjekur të mbështes të rinjt në iniciativat e tyre, në formatet e tyre, në projektet e tyre, jam përpjekur ti mbështes. Kjo ka qenë, domethënë, obligimi im kryesor. Unë kam qenë dhe pedagog në Akademinë e Arteve, kam qenë pedagog dhe në Universitetin e Tetovës në Maqedoni, edhe të rinjt, domethënë, i kam debules në sensin që të bëhen të mirë në profesionin që kanë zgjedhur. Sigurisht të bëhen të mirë me punë, jo me llafe. Shiko Viola, që ta dish se nuk e di ta kam thënë ndonjëherë, por unë kam nderin e jetës time që kur kam qenë student, diku tek 10 vite më parë, në një projekt që përfshiu dhe universitetin, kam luajtur si figurant, të kuptohemi, për krah Bujara Sqeriut në skenën e teatrit kombëtar. Ishte shfaqja lideri e Eugen Ionescu me regji të Adonis Filipit. Bravo. E kam dhe është nder i jashtëzakonshëm që të marrësh duar trokitjet në fund të shfaqjes për krah Bujara Sqeriut, që sigurisht ato ishin për Bujara Sqeriun, jo për mua, po nuk ta përshkruaj dot se çfarë emocione, çdo njeri që njihet në skenë dhe ballafaqohet me publikun dhe përshëndetet nga publiku, duar trokitet nga publiku, transmetohet një energji shumë e madhe. E jashtëzakonshme dhe për më tepër, jo vetëm të luaja, po them, si figurant për krah një artistit madh, por dhe ta shihja të gjithë procesin derisa vinte te produkti final, të shihja se si personazhi përpunohej, integrohej, ndërtohej dhe pastaj performohej nga Bujara Sqeriu. Atë që ndodh mbas skenës që jo shumë njerëz e kanë fatin që ta shohin, sidomos me një aktor të madh. Fati i jashtëzakonshëm, edhe e kemi fat edhe që e kemi këtu në kinotek. Faleminderit. Tani, nga ana tjetër, do doja patjetër që t'ju pyesja lidhur edhe me diçka që ju e përmendët në fillim. Dhe e keni thënë edhe shpesh në intervista. E thatë edhe këtu më herët që profesorët tuaj, aktorët e mëdhenj të asaj kohe, regjisorët e mëdhenj të asaj kohe i shihnit si idhuj. Sepse kishit përpara jush një shembull dhe një figurë të respektuar. Sot ju, që jeni një aktor i madh, një emër i madh i kinematografisë dhe teatrit shqiptar, si shihni mënyrën se si komportohen të rinjt me ju personalisht, po edhe me aktorë të tjerë të brezit tuaj? Për mua, si Bujar, po them, më mjafton dhe jam ngopur me respektin që më bën publiku shqiptar. Admirimin që shprehin njerëz të profesioneve të ndryshme për punën time. Kjo është vlera më e madhe që unë kam marrë nga puna që kam kryer. Dhe të rinjt, të cilët unë i mbështes, i përkrah,
i stimuloj që të bëjnë gjëra të bukura. Dhe nga ata unë kam shumë respekt edhe konsiderat dhe i falenderoj për atë, sepse ajo për çdo njeri është çik personale respekti dhe konsiderata që mund të ketë për X aktor ose X aktore. Është personale, vjen shumë nga kultura personale që ka çdo njeri për të respektuar gjën e mirë. Jo se ne po bëjmë thakmën, por ama për punën që kryen çdo njeri, unë kam respektin më të madh. Më thoshte dikur një aktor i vjetër i teatrit kombëtar, kur ne dilim me filmat, xhironim. Ora bujar të kam vërë, tha që pse të duan kaq shumë njerëzit, ty tha. Dhe aktor jemi dhe ne, tha. Thash. Nuk ka si një filozofi në këtë mes, thash. Unë i dua njerëzit, prandaj më duani, thash. Duhet t'u japësh dashuri njerëzve që të duan. Duhet t'u japësh respekt njerëzve që të respektojnë. Dhe mos tregosh jam unë ai aktori. Ai ka një profesion tjetër dhe është i nderuar në profesionin tjetër, ti je aktor dhe je i nderuar në profesionin që bën. Kështu që dashuria për njeriu është thelbi i çdo gjëje në jetë. Ne njeriu është qenie shoqërore dhe nëse nuk ndërton këto marrëdhënie respekti dhe dashurie me njerëzit që të rrethojnë, nuk është njeri, nuk vjen era njeri pastaj. Dhe ajo çfarë un kam vënë re është që sado të jesh artist i mirë në çfarëdo lloj fushe dhe publiku të dojë deri në pikën kur të njeh dhe ti reagon ftohtë kundrejt tij, aty e humbet. Po ka lloj njerëzish dhe lloj raportesh në këtë fushë. Disa mund ta marrin marrëdhënien me X qytetar në mënyrë indiferente. Disa mund ta marrin të bezdisshme. Disa mund ta marrin të sinqert. Disa mund ta marrin të vlerësueshme. Ka lloj, domethënë qëndrimesh. Qartë. Mirë, dua të rikthehem tek te rolet e tua, te kontributi yt. Në këndvështrimin tënd, në mënyrën se si i vlerëson gjërat. Dhe e di që besoj është e vështirë ta bësh një zgjedhje të tillë, po cila ka qenë skena më domethënëse e karrierës ose roli më domethënës i karrierës për ty? Se për mua besoj mund të ketë qenë tjetër, për Violën një rol tjetër, po për Bujar asnjëri unë, roli më domethënës. Dhe jo detyrimisht vetëm në film, ndoshta edhe në teatr. Po janë disa, nuk është vetëm një rol, janë disa role që mua më kanë vënë para vështirësive të çuditshme artistike. Jo gjithmonë natyra njerëzore, aktoriale përputhet me të dhënat që ka figura artistike. Dhe midis aktorit dhe figurës artistike gjithmonë ndodh një ndeshje e tmerrshme. Pse them këtë? Po. Ti mendon se ke rrokur figurën. Ajo të ikën. Ti do të shkosh ta kapësh prap, ajo prap nuk të qëndron. Ti mundohet e gëlltita thua, ajo të zëfrymën, të del, ose të mbyt. Në këto raste, aktori duhet jetë i mençur i para, të vënë racionale, mendimin në radhë të parë, dhe pas mendimit anën emocionale. Nëse aktori zgjidh në fillim anën racionale të menduarit, se si mendon figura, dhe pse mendon kështu dhe nuk mendon ndryshe, emocionet vinë vetvetiu më pas. Kështu që sfida kjo është të kuptosh filozofin e figurës, që kjo figurë mos t'i njaj kësaj figure, mos t'i jenë figurat
të barazvlefshme. Çdo aktor duhet të studiojë në mënyrë të tillë që të personalizojë plotësisht personazhin. Edhe kjo është gjëja më e vështirë, sepse ndryshimi i aktorit nga figura në figurë nuk ndodh në aparencë, në kostume, në këto, jo. Bëhet brenda qenies së tij, bëhet brenda laboratorit të tij. Këtu lëvizin gjërat që dalin jashtë pastaj. Nëse aktori nuk e ka këtë laborator, figura do t'i ngjajnë njëra tjetrës, do të jenë shablone, edhe thua ti spam në një gjë të re. Këtë figurë pam dhe partije, këtë figurë po shikojmë dhe sot. Kështu që unë këtë e kam quajtur sfidën më të madhe në përleshjet që kam bërë me figurat artistike. Që figura mos t'i ngjaj figurës. Roli mos t'i ngjaj rolit. Kjo është beteja më e vështirë e një aktori. Sigurisht edhe me bashkëpunimin me regjisorin është shumë e rëndësishme që të bashkëpunosh me regjisor të aftë, kuptohet gjithmonë me regjisor të aftë, që ta ndërtosh figurën artistike. Unë nuk kam të përcaktuara X, kështu nuk kam, po janë shumë figura të cilat më kanë vënë në vështirësi të madhe. Për shembull, po çat kujtoj tani. Janë shumë role. Jam shumë kurioz vërtet, po ta bëj pyetjen e kuriozitet. Po një nga figurat më të vështira ishte doktor Guramedo tek Darka e gabuar e Kadares. Figurë shumë e vështirë, sepse ishte një figurë që shumicën e qëndresës në skenë, e aksionit skenik, e kishte në monolog të brendshëm. Ajo është gjë më e vështirë për një aktor që të realizojë monologun e brendshëm të një figure artistike, sepse nuk duhet thuash të dëgjoj spektatori vetëm tekstin, por duhet kuptoj se si procedon ti gjatë kohës që nuk flet. Kjo është pjesa më e vështirë e një aktori në skenë. Çfarë mendon ti gjatë kohës që nuk je në skenë? Që je në skenë, por nuk flet. Kjo është momenti më i vështirë i aktorit. E po e kape publikun këtu e ke fituar zemrën. Po i more vëmendjen publikut, që publiku të thotë, ngelet i vëmendshëm ndaj teje dhe kur nuk flet. Ndërkaq që ke patur edhe role të tjera të spikatura. Familja tot ka qenë një personazh shumë interesant që kam luajtur. Kam luajtur me Enver Petrovskin, Rahmet Ket që u nda nga jeta tani, me Rtan Imamin, kam luajtur një komedi franceze, Art, me 3 personazhe. Ai ishte një personazh, Ivani ishte shumë një personazh simpatik. E që është pritur edhe është dashur shumë nga publiku. Po, shumë. Edhe te pjata prej Druri, me Agim Qiriaqin, me Sulejman Pitarga, të madhin. Me të madhin, Sul Pitarga ishte një aktor i jashtëzakonshëm. Më bënte përshtypje, falni që Sula ishte rreth 80 vjeç, 81 vjeç atëherë. Më bëri përshtypje energjia e tij. Ishte pothuajse i verbër, me sytë, me ato syze shumë. Mua më bënte përshtypje vitaliteti, energjia e tij, kujtesa e tij të bënin shumë përshtypje për moshën që kishte. Edhe e zotëronte në mënyrën shumë dimensionale skenën. Merrte pothuajse vëmendjen e tërë publikut kur dilte Sula në skenë. Kjo është energji e madhe aktoriale. Ky është talent i madh. Të thithësh të gjithë energjinë e sallës. Ky është Sul Pitarga. Ndërkohë që unë e kam parë për herë të parë unë personalisht Bujara Sjeriun tek premiera e Pamje nga ura. Po. Me Timo Flokon. Po. Edhe ajo ishte një shfaqje suggestionuese, shfaqje bukur. Unë loja atë emigrantin Markon. Ajo pati një çudi, pati një edhe regjizori Bert Miga, një regjizor i talentuar. Ishte një shfaqje që
ajo theu dyert e teatrit. Nuk biletat qiteshin një javë përpara. Po. E mbaj mend ishte Keni pasur ndonjëherë frikë përpara ndonjë shfaqje që nuk do mbushej salla? Po ka, për shembull, ne ndjej me njerë që kjo shfaqje do ketë publik, ose kjo shfaqje nuk do ketë sepse zërat qarkullojnë, po sigurisht. Jo, dhe ka shumë të bëjë dhe përhapja e opinioneve. Vinë për shembull 5 veta ose 10 veta në provë përgjithshme. Si ishte një shfaqje? Dhe hapin opinion. Tani ti s'ke të drejtë të thuash, të përhapësh opinionin mbaje për vete. E kupton? Botoje në gazetë. Po. Botoje në gazetë opinionin. Po jo të pëshpërisësh. Mua nuk më pëlqejnë pëshpërimat. Ose thuaj në sy tjetrit që më pëlqeve ose nuk më pëlqeve. Thuaj në sy. Mirë, po shumë e vështirë në profesionin tonë, sepse nuk janë eksakte, nuk është matematik. Arti nuk është matematik. Është ndjesi. Është ndjesi ajo. Ku e di ti që nuk do ketë spektator? Ku e di ti? Ku e di? Kështu që në fakt shpesh herë ndjesegon publikun shqiptar e gjykojnë shumë ose ndoshta janë thjesht para gjykime. Po. Sikur është një publik që nuk arrin ta kuptojë, nuk e shijon shfaqjen, që apo edhe populli shqiptar në përgjithësi sikur nuk janë të interesuar për artin edhe kulturën. Mos ndoshta thjesht kanë aksesin e kufizuar në këtë pikë. Jo, këto janë të thëna prej njerëzve të vegjël që mendojnë që publiku të kupton aq mirë. Kaq mirë, është kaq i mençur. Sa duhet që ti të jesh i vëmendshëm ndaj publikut që si do reagoj ai. Ka pas shfaqje për shembull që të ikën publiku nga salla. Ai e ka fajin. Ai të dishon, të dëgjon 20 minuta, 25 minuta. Nuk i mbush mendën të ikën. Çfarë ta mbash ti? Ti ta gozhdosh në sedile, në ndëjse, nuk e gozhdon dot. Nuk i pëlqen ndaj. Kështu që përgjegjësia është jotja, nuk është e publikut. Kështu që duhet ndar këto gjëra. Jo publiku, s'po kupton publiku, mua s'është i mençur publiku. Kështu që e thua ti se do të justifikosh vete që s'ke bërë punë të mirë. Unë kështu gjykoj, edhe kështu kam gjykuar gjithmonë. Ashtu është. Pse salla mbushet kur është bujara seriu? Po pse mbushet salla kur ke shfaqje të mirë ti? Pse thua po këta pse erdhën kaq shumë këtu? Mua më ka bërë përshtypje një herë që bënim një koncert të fjalës artistike me Reshad Arbanën e madh, me poezitë e Ali Aslanit. Këtu te Metropoli. Ardian Klosi e moderonte atë. E kishte bërë botimin e volumit të zgjeruar të librit të Ali Aslanit me krimtarinë e tij. Edhe thret dhe Reshadin dhe mua që t'i bënim poezitë patriotike, do t'i bënte një 10 poezi, do t'i bënte Reshadi, ku do bëja këto poezitë lirike. Te Metropoli, aty unë mendova që do vinë apo s'do vinë 150 veta. 700 veta në sallë. 700 veta do më qëndronin një, u bllokuan këto kondicionerët, u bllokuan. Me zimë një frymëbjerë, 700 veta një mbi një qëndronin një. No, ka qindere, kur është gjë e bukur, është gjë e bukur. Publiku të do kur bën gjëra të bukura, pa diskutim të do. Edhe s'të ndahet. Nuk të ndahet publiku kur ti bën gjëra të mira. Dhe nuk të kursen nga ana tjetër. Nuk të kursen edhe për duartrokitje, edhe për përshëndetje, për të gjitha gjërat, edhe për respekti të rritet më shumë e të gjitha. Në fakt unë jo më kohë të orientova bisedën tek teatri, sepse ka një perceptim që, sidomos tani po them, filmi të shpërblen më shumë financiarisht. Mund të jetë i vërtet, patjetër. Por është teatri ai që e formon aktorin. Edhe aktorët më të mëdhenj që ne i shohim në kinema ndërkombëtare sot, sidomos për shumë po të marr rastin. Aktorët britanik, po marr vetëm një shembull, se për ata di më shumë. Kanë ardhur nga teatri shakespearian, në të rritë e tyre. Pastaj janë komercializuar dhe janë mediatizuar botërisht në kinema, po kanë ardhur nga teatri shakespearian. Pa diskutim, ajo është baza. Shiko, teatri është laboratori. Në teatr ti ke mundësi të eksperimentosh në mënyrë të vazhdueshme dhe të pandërprerë. Filmi është të filmon, të fotografon
edhe ikën ti. Nuk thua, dale ta bëj dhe njerë fotografi. S'ka më, të bëri fotografin, të filmoj episodin, mbaroj. Ngeli aty Kurse në teatr ti ke mundësi të eksperimentosh vazhdimisht. Asnjë shfaqje nuk është njësoj si tjetra. Edhe një shfaqje nuk është një lloj. Jo. Edhe sot e bën kështu, nesër e bën ashtu. Vazhdimisht je në kërkim, në eksperimentim dhe në pambarim të asaj gjës së bukur që mendon ti të realizosh.